Duaja para gjumit. Hudhejfe, radiallahu anhu, tregoi se I dërguari Allahut alayhi salam, kur donte të flinte thoshte: me emrin tënd o Allah, vdes dhe ringjallem. Kur ai zgjohej thoshte: I tërë lavdërimi dhe falënderimi I takon Allahut, I cili na ka ringjallur pasi na mori jetët tona, dhe tek ai do të jetë kthimi. Aisha radiallahu anha ka thënë: çdo natë, kur profeti alayhi salam shkonte në shtratin e tij për të fjetur, I bashkonte pëllëmbët e duarve, sikurse bënte lutje, pështynte lehtë në to dhe lexonte suren El Ikhlas, El Felek dhe En Nas. Pastaj, me to e fërkonte trupin e tij aq sa mundej, duke filluar nga koka, fytyra dhe pjesët e përparme të trupit. Ai vepronte kështu 3 herë. Transmetohet nga Ebu Hurajra radiallahu anhu se I erdhi një person dhe filloi të merrte prej sadakave që profeti e kishte zgjedhur që t'i ruante. Këtë e bëri 2 natë rreshtë dhe kur erdhi nata e tretë, Ebu Hurajra I tha atij: tani unë do të dërgoj tek I dërguari Allahut alayhi salam. Ai tha: nëse ti më lë, unë do të mësoj disa fjalë përmes të cilave Allahu do të bëj dobi, fjalë të cilat të shpihen në punë të mira. Kur të biesh në gjumë, lexo ajetin Kursi, Surja El Bekare 255 deri në fund. Dhe nëse ti e vepron këtë, gjatë tërë kohës do të kesh mburoj nga Allahu e shejtani nuk do të afrohet ty derisa të arrish mëngjesin. Profeti alayhi salam tha: ai ta tha të vërtetën, edhe pse ai, shejtani, është gënjeshtar I madh. Ebu Mesud El Ansari radiallahu anhu tregoi se profeti alayhi salam ka thënë: ai që gjatë natës I lexon 2 ajetet e fundit të surës El Bekare, do t'i mjaftojnë ato për mbrojtje. Ebu Hurajra radiallahu anhu tregoi se I dërguari Allahut alayhi salam ka thënë: kur ndonjëri prej jush ngrihet nga shtrati dhe pastaj kthehet në të, le ta fshijë shtratin 3 herë me qoshen e izarit, veshjes së poshtme të tij, sepse ai nuk e di se çfarë ka pasur aty pasi që është ngritur. E kur të shtrihet, le të thotë: me emrin tënd, o Zoti im, unë jam shtrirë dhe me emrin tënd ngrihem. Nëse ma merr shpirtin tim, atëherë më shiroje, e nëse e rikthe në jetë, atëherë mbroje atë ashtu siç I mbron robrit e tu të mirë. Në një formulim tjetër thuhet: kur ndonjëri prej jush zgjohet nga gjumi, le të thotë: I tërë lavdërimi dhe falënderimi takon Allahut që më ka dhënë shëndet në trupin tim, më ka kthyer shpirtin tim dhe më lejoi që ta kujtoj atë. Ai alayhi salam I ka thënë Aliut dhe Fatimes: a mos ju tregoj se çfarë është më mirë për ju se sa që të keni një shërbëtor? Kur të shtriheni në shtratin tuaj, thoni: Subhanallah, I patëmeta është Allahu 33 herë. Elhamdulillah, falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut 33 herë. Dhe Allahu Ekber, Allahu është më I madhi 34 herë. Aliu radiallahu anhu ka thënë: nuk e kam braktisur leximin e këtyre asnjëherë, prej që kur I kam dëgjuar nga I dërguari Allahut alayhi salam. Dikush prej të pranishmëve I tha Aliut: as gjatë natës së Sifinit? Ai tha: as gjatë natës së Sifinit. Hafsa radiallahu anha ka thënë: kur profeti alayhi salam binte në shtrat, e kishte zakon ta vendoste dorën e tij të djathtë nën faqen e tij të djathtë dhe thoshte: o Allah, më mbro mua nga dënimi yt ditën kur do t'i ringjallësh robrit e tu. Profeti alayhi salam kur binte në shtratin e tij thoshte: I tërë lavdërimi dhe falënderimi takon Allahut që na ka dhënë ushqim, pije dhe strehim. Sa të shumt janë ata që u mungon dikush që u jep mbrojtje dhe strehim. Ibn Umeri radiallahu anhu tregoi se ai alayhi salam e urdhëroi një burr që kur të binte në gjumë të thoshte: o Allah, ti ma ke krijuar shpirtin tim dhe ti do ta marrësh atë. Jeta dhe vdekja ime të përkasin ty. Nëse ti e lejon atë të jetoj, shpirtin tim, mbroj atë, dhe nëse e merr, atëherë fale atë. O Allah, të lutem të më ruash. Ebu Hurajra radiallahu anhu tregoi se I dërguari Allahut alayhi salam kur dëshironte të shtrihej në shtrat thoshte: o Allah, Zoti I qejve dhe Zoti I tokës, Zoti I fronit madhështor, Zoti ynë dhe Zoti të gjithëve, krijuesi I farës dhe bërthamës, zbritësi Teuratit, Injilit dhe Furkanit, Kuranit.
Kërkoj mbrojtjen tënde prej të gjitha të këqijave, ballit të cilit është në dorën tënde. O Allah, ti je i pari dhe para teje nuk ka asgjë. Ti je i fundit dhe pas teje nuk ka asgjë. Dhe ti je më i larti e nuk ka mbi ty asgjë. Ti je më i afërti dhe mes teje dhe krijesave nuk pengon asgjë. Largoje nga ne borxhin dhe na shpëto prej varfërisë. El Bera bin Azib radiallahu anhu tregoi se i dërguari Allahut alayhi salam i tha atij: kur dëshiron të shtrihesh për të fjetur, merr abdes ashtu si për namaz, pastaj shtrihu në krahun e djathtë dhe thuaj: O Allah, unë ty ta dorëzova shpirtin tim, po e kthej fytyrën time nga ti, po e lë çështjen time në dorën tënde dhe shpinën time e mbështes te ti me shpresë për arritjen e shpërblimit dhe frikë ndaj teje. Nuk ka asnjë strehë dhe shpëtim përveç se te ti. Unë kam besuar në librin që ke shpallur, Kuranin, dhe në profetin tënd që ti e ke dërguar. Nëse vdes në këtë natë, do të vdesësh në natyrshmërinë e pastër islame, dhe le të jetë kjo gjëja e fundit që e thua.